Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Irlanda merr zyrtarisht nga Qipëria presidencën 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga temat kryesore të kësaj presidence do të jetë buxheti për periudhën 7 vjeçare. Në programin e saj ajo ka theksuar konkurrencë ekonomike, sigurinë, zgjerimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën si prioritetet e saj kryesore. Në samitin e tyre javën e kaluar, udhëheqësit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i ngarkuan Irlandës detyrën e përgatitjes si një kuadri të ri për negociatat dhe një propozim për burime të reja të veta të financimit për buxhetin evropian deri në muajin tetor. Bashkimi Evropian vendos taksa për të gjitha produktet që blihen online përmes kompanive kineze. Unioni heq përjashtimin doganor që lejonte që dërgesat e vogla nga vendet e treta të hynin në blok pa paguar dogan. Kjo do të thotë se konsumatorët evropian nuk do të blejnë më madhra përmes platformave të njohura kineze si Shein, Temu dhe AliExpress me kushtet e deri tanishme. Komisioni Evropian njofton se nga një koriku blerjet online jashtë Bashkimit Evropian me vlerë deri në 150 euro nuk janë më të përjashtuara nga dogana. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ky ndryshim synon të krijojë kushte më të drejta për kompanitë evropiane dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë për konsumatorët. Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sánchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine. Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje të drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sánchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dosjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garen e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidojë për presidente për herë të 4 vitin e ardhshëm, pasi u rendit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti 2 herë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Rekord temperaturash në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Hungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius. Pranë kufirit me Polonin, duke thyer rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan dhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë duke thyer një rekord 105 vjeçar. Hungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë u përballen me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vapë ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë e valës së të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u goditën me stuhi të fuqishme dhe era të forta. Miliona amerikanë po përballen me temperatura përvoluese. Një val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të 4 korrikut, kur SBA shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milion banor ndodhen aktualisht në paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën.
Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët e rrudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtoj shumë më tepër se sa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngritësës së prershme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritja e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pelgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danub, Rin dhe Volg. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Rusia mbyll një pjesë të kufirit të saj me Bashkimin Evropian. Me një dekret të firmosur nga kryeministri Mikhail Mishustin, qeveria ruse pezulloi për një afat të pacaktuar qarkullimin e personave, automjeteve, mallrave dhe dërgesave tregtare në 7 pika të rëndësishme kufitare me Finlandën, Estoninë dhe Letoninë. Vendimi përfshin rajonin e Leningradit, 2 pika kufitare në Kareli, kalimet mes Shën Petersburgut dhe Finlandës, rajonin e Pskovit, si dhe kufirin mes Rusisë dhe Letonisë. Pikat e mbyllura janë ndërnyet më të rëndësishme të transportit e kuroror mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti përbëhet vetëm nga vendimi administrativ për mbylljen e pikave kufitare pa shpjeguar shkaqet për të. Suedia I shet avionët të Ukrainës. Prodhuesi suedez I pajisjeve të mbrojtjes Saab nënshkroi një kontratë furnizimi me rreth 16 avion luftarak Gripen E me vlerë rreth 2.54 miliard dollar. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se marrëveshja e rritur me kryeministrin suedez Ulf Kristersson përfshin blerjen e 16 avionëve Gripen E si dhe mbështetje teknike. Kompania Saab bëri të ditur se dërgesat e avionëve të modelit Gripen E janë planifikuar për vitet 2029-2030. Dorëzimi I modeleve më të vjetra, Gripen C dhe D, do të nisë në fillim të vitit 2027. Sipas raportimeve të merrshme, Ukraina do të financojë blerjen e avionëve luftarak suedez përmes paketës së kredisë së Bashkimit Evropian me vlerë 90 miliard euro. Qeveria e Gjermane merr masat për forcimin e ushtrisë, miratojnë projektligje që synojnë rritjen e rezervës së ushtrisë dhe përshpejtimin e ndërtimit të objektivave ushtarak. Kabineti miratoi një projektligj që forcon rezervën dhe një tjetër që synon përshpejtimin e ndërtimit të infrastrukturës së Bundeswehrit, deklaroi ministri I mbrojtjes së Gjermanisë Pistorius. Pjesëmarrja në stërvitjen ushtarake do të jetë detyrueshme për rezervistët dhe nuk do të kërkojë pëlqimin e punëdhënësit. Rezervistët mund të thirren gjithashtu në situata krize, përfshirë në rast të kërcënimeve hibride, edhe nëse nuk ka nevojë formale për të mbrojtur vendin. Autoritetet gjermane synojnë të rrisin numrin e rezervistëve në të paktën 200.000 deri në vitin 2033. Ushtria në detyrë aktive pritet të rritet në 260.000 ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Iranin se nuk do të lejojnë taksimin e asnjë anije që kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Apeli vjen nga zëvendës presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance. Dua vetëm të jem shumë I qartë këtu. Kjo nuk do të përfundojë në një vend ku iranianët po mbledhin taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, deklaroi J.D. Vance. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë shumë pika ndikimin ndaj Iranit, në mënyrë që situata me Republikën Islamike të përfundojë në një vend që është I mirë për objektivat e Amerikës. Merret gazeta The New York Times raportoi se Omani I kishte paraqitur Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore një propozim zyrtar për të vendosur tarifa për kalimin e anijeve nëpër ngushticën e Hormuzit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.